Territori shqiptar për datën 7 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë motë kryesisht të kthjellët dhe temperatura në rritje. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa gjatë pasdites do të ketë intervale të shkurtra me vranësira në disa zona, kryesisht në lindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë të ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 20 gradë Celsius, Peshkopi 11 deri në 18 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 18 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 21 gradë Celsius, Berat 12 deri në 21 gradë Celsius, Korç 7 deri në 17 gradë Celsius, Vlorë 13 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri në 21 gradë Celsius, Sarandë 13 deri në 19 gradë Celsius,